Këtu kemi grafikën e Bitcoinit. Unë dhe disa nga atarët e tjerë të Telegramit, besoj që e kanë hapur dhe ato në këtë rast tregtimin për long. Kam hapur një tregtim long të kjo zona, por kam blerë në një mënyrë graduale. Dhe pasaj në thyrët e 86-ës kemi pasur këtë rritjen. Ka dalë paka shumë ajo që ne kemi parashikuar që mrena zonës 83 deri te zonës 86, po bëhet ajo lufta bull bear, kur të kapi animin, do të tregtojmë, kishim dhe mundësinë e shorti që mund ta shkonte prapë të 75-a ose dhe të 68-a, që nuk ndodhi ajo gjë, shkum për lart, dhe jemi tani diku te 10% plus. Kapi dhe zonën ka kapur dhe zonën që unë kisha si parashikim, që ishte zona 96 dje 95 dhe parashikimi im për këtë javë është që duhet të konsolidohet, duke shumë qartë të këto hijet e qeriut që ka furnizim këtu lart dhe blire këtu poshtë, kërkesë dhe furnizim, dhe duhet të vi të paktën të kjo zona 90 ose deri te 89. Varet se sa do konsolidohet dhe si do konsolidohet, për një dip është normal në këtë situatë, por para se të marrë le të themi një ringjallje dhe të vazhdojmë më lart. Kjo do ishte le të themi idealja për mua, do ishte kjo lëvizja parë, dip, support, pak rritje, pak dip prap, pastaj një shpërthim për më lart 800.000 e sipër. Kjo që do i bënte një dip më thellë, do na fillonte që ta friksonte më shumë dhe të ishim më të kujdesshëm në menaxhimin e altcoins që do ndikohen ndoshta më shumë se sa Bitcoini në këtë rënje. Dhe kuptoj që ne preferojmë këtë rënje tani kur jemi për long, por mund të ndodhi dhe kjo. Kemi dy skenare këtu që mund të ndodhin në javën në vazhdim ose 2 javët në vazhdim. Pastaj scenari për kthim. Po? Okay. Kleo, do të shtosh në gjë ti këtu të analiza? Jo, unë shikoj analiza Bitcoinit është pak, ne kemi thënë sot mëngjes në një video që ti ke ndarë në grupin e Telegram, që pritet një ulje, domethënë këto valet e tregut normalisht kemi një trend, dhe të kemi ulje që trendi të vazhdojë, nuk mund të vazhdoj trendi nga çmimi 85-86, ne kemi thënë qoftë thyen këtë çmim do të jemi long, dhe ashtu kemi qenë, nuk mund të vazhdoj tani nga 86 shkoj te 110.000. Sepse po shikoj shumë analiza, këto janë analiza fillestare që lexoj unë, por dua të jap një shpjegim për shqiptarët që nuk mund të jem i menjëhershëm ky çmim nga 86.000 që ne kemi qenë long, ne të shkojmë te 110-120.000. Kemi shumë rezistenca për të hasur. Me disa shenja që shikoj unë, e ndava dhe në Telegram për Ethereum, i cili akoma nuk e ka nisur atë trendin serioz, nuk e di, domethënë do ta ketë shumë vështirë për të thyer një zonë tek 2000, tek 1900 diçka e tillë. Dhe do i duhet disa ditë, do i duhet ndoshta edhe javë, 2-3 javë që të konsolidohet pak dhe pastaj të kemi ndoshta një rritje ose ndoshta do të kemi një zbritje, se do varemi nga lajmet ekonomike. Por dhe analiza teknike jep një shpjegim. Diçka që thosh këto dhëna teknike që thua shpjegoj me dëgjuesve, janë sepse njerëzit bëjnë DCA ose kanë blerë në një farë çmimi, edhe kur arrin atë çmim, duhet të dalin me 0 humbje, kështu që shesin sepse kanë pasur 60-70% humbje. Edhe kur arrit ajo 0% profit, do duket se ka fituar 60-70% portofolio mbrapsht. Edhe shesin direkt, domethënë kur arrin ato nivele që kanë hyrë. Kështu që edhe kjo ndikon, domethënë që kemi ato ulje dhe ngritjen e çmimit në zona fluksi. Po mirë që e the këtë pjesë, aktualisht një nga shokët e tuaj, Kleo, ka shkruar që ka bler Bitcoin te 95-96 dhe më tha ta shes aty. Kuptoj që unë nuk jap këshilla financiare asnjërit, ta shes te kjo zona dhe pastaj të rihyj më mbrapa. Më thash mendoj vet, por kjo zona ka qenë një zonë një herë, dy herë, tre herë. Ka shkruaj Kleos.
Po, atë I thash kontaktoj Kleo. Një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë kjo zona support që është blerë, akumuluar këtu me idenë që do shkonte për lart te 120.000-shja që parashikoshin të gjithë. Gjatë kohës që ne kishim qenë short që 97.000 nga ana jonë, kemi marrë rreziku më shumë të animi për short këtu. Dhe kjo zonë tani është bërë zonë rezistence, zonë supporti është bërë zonë rezistence për atë gjë që thotë Irdi. Që dalim me break even, me paratë tuaja, me paratë veta dhe pastaj mundohen që të kapin ndonjë çmim tjetër. Po kjo është situata e Bitcoinit. Do të thotë që keni kujdes, kjo edhe mund të thykte strukturën këtu direkt, kuptohet, tregu ka menjen e vet, tregtarët mund të kenë eufori të jashtëzakonshme, por probabilitetet anojnë më shumë të një dip ose një konsolidim përpara një vazhdimësie. Tani të mulojmë Ethereum, e përmendi pak Leo këtu. Pas kam bërë ca vizatime të tjera për trajnimet. Për mu, kemi këtë barierë e kësaj vizës trendit që është në rënje, që ka kapur për 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë. Dhe jemi te e zona tani. Kam darë këtë analizë të Telegrami që në fillim të javës, përpara se bëri të shpërthimi që edhe po ikim për lart do kemi një konsolidim dhe pastaj një vazhdimësi. Kjo do ishte le të themi idealja dhe logjika tregut, që do kemi rezistencë këtu dhe pastaj do na shkojë për lart te zona që jemi tani momentalisht te 1800. Kjo zona deri te 2000 ca, edhe më poshtë te 1700, një zonë prej $300, është një zonë që po bëhet ajo lufta që u bë te Bitcoini, ishte 86, 83 për vendosin e animit të asetit. Kjo është shumë domethënëse sepse çdo altcoins tjetër, shumica e altcoins të tjera varen nga Ethereum. Po që Ethereum nuk ecën, nuk kemi një alt season ose një bull run në alt serioz. Do kemi ca altcoins që do ecin veç, si Trumpi sot me lajmet e tjera, por jo gjithë tregu të eci. Kështu që do të shikojmë me kujdes këtë zonën që nuk e thyn këtë 1700, se po thyn 1700, shkon prap short dhe kemi një short edhe më të thellë, ose një double bottom, që do ishte ky skenari i ta vizojmë këtu. Skenar që thyet në zona dhe pastaj shkojmë të double bottom dhe ndoshta atëherë fillojmë valën serioze. Kjo double bottom ekziston dhe mundësia për double bottom ekziston edhe te S&P 500. Prandaj nuk është ndonjë gjë që është me probabilitet të ulët. Unë mendoj që mund të kemi probabilitetin e kësaj formimi diku te 40%, probabilitetin e kësaj formimi tjetër, skenari tjetër diku te 60%. 60% panojmë që do ndodhe ky skenar, konsolidim dhe pastaj shpërthim për lart, te 40% panojmë te skenari që shkojmë për poshtë, pastaj bëjmë double bottom. Ose ndoshta edhe një bottom të thellë. Është për të parë, por skenari bearish. Për mendimin tim, jemi në këtë situatë. Unë personalisht kam hyrë që në 1600, jam plus, edhe po që kemi skenarin për short, unë dal me pak profit dhe pasaj trektoj short. I kam darë këto analiza dhe momenti që kam hyrë të Telegrami. Dhe kjo është situata për mendimin tim. Ti Kleo, ke diçka për shtu këtu te Ethereum? Ethereum, siç e thash, që kam përmendur, që do të thyej këtë çmimin që ne presim që të formojë një trend serioz dhe mund të sjellë atë all season. Do ta quaja all season, do ta quaja një trend tek 50 deri në ose 20 deri në 50%, ndoshta mund të ishte një trend serioz edhe që mund të merrnim atë profitin. Por do të shikojmë si do të reagojë çmimi në ato zonë. Unë kam bler Ethereum faktikisht, kam bler
një çmim shumë të ulët edhe jam plus për momentin. Po. Unë Nuk dështoj këtu kam që blerë mos jashtë prisni, karenës. po mos prisni mrekullira në treg, që të rikuperohet te zonat që ka qenë në dhjetor, sepse ka rënë diku te 60%, 70%. Dhe një logjike të rregullt është që do të shkojë te mesatarja, të kapin vetëm Fibonacci, unë personalisht nuk e përdor shumë, por të kapin vetëm 50% të kësaj lëvizje që ka bërë për short të rikuperohet, i bin të 2700. Pastaj mund të mendoni për ndonjë trend për më lart. Është me probabilitet shumë të ulët që do keni ndonjë mrekulli në treg dhe do heci me val super të larta si 2020-2021, ajo me vërtet ishte një alt season. Alt season tani nuk kemi. S'kemi pasur. Alt season atëherë ishte sepse kishte një eufori nga tregu për sektorin e kriptos, po kishim dhe parat që po printoheshin nga Amerika që hyn te tregu. Jo vetëm te kripto, po edhe te tregjet e tjera. Do të ketë rrethanat e dhura, heqja e tarifave nuk ka për të bërë ndonjë ndikim të madh. Do lehtësoj tregun, por nuk i heqin tarifat ato. Do t'i ulen nga 140% do t'i bëjnë 20% apo 30%. Po prapë do ketë tarifa më të larta se sa ka pasur. Kjo do ketë impakt te inflacioni. Do ketë impakte te ekonomia amerikane. Kështu që mos prisni mrekullira nga Trumpi që do t'i heqë komplet tarifat, nuk besoj që i heq. Dhe do negociohen down, do negociohen më të ulta. Dhe kjo nuk është që do të sjellë ndonjë eufori të madhe. Ndonjë tjetër që shikojmë, Kleo? Ja vlen apo ta lëmë kaq me Bitcoin e Ethereum? Bitcoin e Ethereum janë kryesore, pastaj normalisht Sol që është në kripto që tregtohet më shumë brapa Bitcoin dhe Ethereum. Ka të njëjtën lëvizje çmimit. Do të shikojmë se do të ecë Bitcoin, në coins tjera, pastaj ADA, XRP, këto janë në momente XRP pak më vonë mund ta quajnë krahasim me altcoinsat e tjerë në këtë lëvizje që po ndodh në treg. Është pak me vonesë, por mund vi dhe aty një val për lart, nëse çmimet do të shkojnë. Kam besim që mund të jetë një val, një trend i vogël në kripto, por nuk kam besimin që do të jetë aq i madh sa të gjithë e presin, kështu që duhet të keni kujdes. Unë e kam përmend edhe dje në Telegram, dërgova çfarë pozicionesh kisha luajtur, kam heq riskun komplet, tani nuk më intereson nëse edhe çmimi bie, kam siguruar profit vogël, kjo është ajo që unë bëj. Do të shikosh dhe le të themi krahasim me vallet e kaluara. Shikoj sa të vogla po i bën këto qerit jeshil meraditës. Po, se kjo tregon që nuk ka pasiguri në treg, e tham edhe tek lajmet dhe vende që diskutuan në fillim, që investitorët janë të friksuar. Trumpi ka marrë gjithçka në kontroll, presin vetëm lajme nga ai, lajme ekonomike, jo do bëjmë këtë, do bëjmë atë, dhe normalisht është ajo frika në treg, prandaj nuk po investojnë lirshëm që të blejnë. Ose investojnë me periudha, më thënë investitor serios, siç je edhe ti, investojnë me shuma me pak, pastaj presin që çmimi të rritet, futin dhe pak kapital, pak nga pak. Po, me scale, që fos pak më shumë kur të jetë më i sigurt të rregu. Por nuk po i bën këto le të themi si kjo vala nëntore që rrit kanë qenë shumë të mëdhej, nuk i ka atë lloj le të themi formimi Ethereum. Vetëm Bitcoin e ka pasur atë lloj formimi që ke pasur 2-3 ditë rresht, kështu që kjo dita 22 prill të martën ishte shpërthyese në treg dhe ringjallja atë tregun në përgjithësi, por në altcoins nuk po kemi këto lëvizje, kemi në disa asete të tjera patjetër, po flasim kryesorët Bitcoin, Ethereum dhe ndoshta ADA, këto nuk kemi pasur ndonjë gjë të jashtëzakonshme në formimin e çmimit, si kjo vala këtu që dukeshe shumë qartë që kishim eufori blerje këtu, me formimin e qerive vetë, vetëm me formimin e qerive. Për ide të reja, ose analizat e tjera, shkoni te Telegrami se është më lehtë edhe ti merrni live kur bëhen dhe kur ne diskutojmë për coins ose kripto të ndryshme.